Nemoj slučajno da ga pokrijete celosno. Unë nuk u di kur gjave burë. O, thjesht nuk e njët një sens di për të heq. Thjesht në konë 2-3 për të dore ti në sens. Lidhës s'kam për këtë punë, Allah. Emrin dhe mbi emrin. Flamur Gashi. Jeton Gashi. Primaliu. Gzim Gashi. A i dini arsyen pse jeni tu intervistusat këto? Jo. Jeni tu intervistu për vrasjen e Ardian Syles dhe Milat Hasanit. Vrasje që ka ndodhur para disa ditëve. A pe kuptoni arsyen pse jeni këto? Jo. 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 Pse nuk e kuptoni që jeni këto për vrasjen e Ardian Syles dhe Milat Hasanit? Shkëm të bëj kushe me këta persona. A i keni njoft më herës këta persona? Po, Ardianin po. Po, Ardianin. Po i kam njohur këto dy. Ardianin pak më shumë. Personin e parë kam njoft. Fakt, nuk më gara me taku. Ardianin, apo? Qysh e ke njoft Ardianin? E ka pas më bo dhëndër joni. Dhëndër? Pse nuk u bë dhëndër? I keni ndosje përgjigjet. Ndosje ka shumë sene. Familja Gashi, Flamur Gashi, jeton Gashi, Shqipe Gashi, vrasje, plagosje, subotica. Ju thash që gjeni krejt aty. Ku e kanë të ja ditë kër u vra Ardiani? Shpi? Shpi. Në Gjermani, spital. Jam konë me Flamurin shpeti. Qysh e ke njoft Ardianin ti? E kam njoft prej maherët, prej rrugës. Masane e kam taku kur ka vdek Shqipja. Ti e plagos atë ditë kër është plagos jetoni, apo? Po. Prej kujt je plagos? E kam dhënë njëherë këtë dëshmi. E di që ke dhënë. Po qysh qëllove ti në ato momente jo dikush i familjes? Pse bashkë ti qëllove në ato momente Ardianin me jetonin? Kam shoqni me jetonin dhe Flamurin. A nuk ban? Kush e ka vra Ardianin trim? Ivan! Как? Smi dobro. Dobro, hvala. Reci mi, jesi završio taj posao sa granitom? Za kratko vreme, gospodine, sve je bilo završeno. Šta ti misliš? Iskreno te pitam. Za granit? Nisam mogao da vidim takav čovjek, gospodine. Ali mislim дека šta nam je kaženo sve laga. Da si možu da nađeš svedok? Našao sam nekoj 2-3 duši. Da li je neko od njih? Iskren, ozbiljan. Ozbiljan, gospodine. Ali niče dadeno nešto i će biti perfektno za sud. Perfekt. Znači, ovaj sud uskoro će biti završen. A nam treba samo svedoci i dokumentacija. Da bude protiv OVK.
Ja našao neki svedok, gospodine, bez nikakvog problema. Bravo, bravo Ivane. I nemoj da zaboraviš da zoveš naš drugara Naima. Naim? A što ti misliš za to čovjek, gospodine? Da li je ozbiljan? Naim, a to ti je odličan čovjek. Jesi vidio jedini Albanac što je izašao protiv OVK, ti je Naim. On ima mudo. Ja nisam mogao da verujem, gospodine, dodaj kad gi vidio tije snimke. Ja idem malo da se odmorim jer sam malo umoran. Jer večeras imam sastanak sa članovim lista. Da dolazim ja na sastanak. Ti? Pa ne treba. Nije za svi. Samo mala grupa od članova. Ok. Ajde. Vidiš se unutra. Ajde, vidimo se. Trem, a beson ti këtë thonin që armiku i armiku tim është miku im. Nuk e pas na menu në herë. Ama unë e di shumë raste që njerëz nuk janë njoft ma herët me zveti, po thjesht armiku i ka bo bashk. E po, ashtu pra? Që ke njoft flamurin ti? Për mes jetonit. E jetonin që ke njoft. Nuk jetojmë edhe shumë largë, është vendi i vogël. Një jemi moti nështë prej shkollë. Po, ama në shkollë, atëherë ma herët nuk jeni shoqëru sa dhe kohëve të fundit, apo? Tash pak ma shumë. Kur e njët dikan moti, pak të vinë për me njoftë ma shumë edhe më shoshnu ma shumë. Qaja pak qka është, na? Ka pas nevoj për punë dhe i kam ndihmu. Nuk është hera parë që jenë stacion t'i këto. Me din? Ki dosje këtu për rrahje, për shantazhe, për vjedhje, për... A është që këtë dos t'i i duon i jetonit? Ata janë pjesë të kalumes. Kam ndryshu shumë. E vërtet. Edhe unë e besoj shumë që ke ndryshu. Mirë është mo me vjedhje, me kërstnime, me senet vogla. Se njeri avancon. Avancon. Edhe kur avancon, kur ka ambicje, mas nej rritet guximi. E ty tu ka rrit guximi, tash ke kalu me një stad tjetër krejt. E vërtet është. Edhe unë e besoj ashtu, që si e ma e njënjë. Nuk di kur gjë për mu. Që ato dosje nuk kalëzojnë shumë për jetën tem dhe personalitetin tem. Nuk përfaqësohet njeriu veç prej gabimeve. Shoku hetues. E ti, e pranoj. E vërtet. Ama këtu nuk jemi për me full për gjanat mira, shoku Trim. E për çka jem atëherë? Qa ke bo për jetonin për shërimin e ti? Kur gjë diçka të veçantë. Thjesht jam mundu me ndihmu. A ne? A i ke ndimu? Po i kam ndihmu. Qa i ke ndimu? Me pare? Një pjesë të vogël, çfarë sa kam pas mundësi. A të ka falenderu? Nuk është me rëndësi tash ajo punë. Me rëndësi është kthysh në shëmirë. A i një vlerësum ti prej ti kur u kthy? Po thash nuk është me rëndësi tash ajo punë. Kryesorja është që është kthy, është në mesin tonë. Kur u kthy, a ka përmen Ardianin? Jo, Pse? nuk e di. Nuk e din. A i ka plagos, prej ti ka qëndru në koma. Ti e kon me ta kur u plagos, i ke najt afer deri sa o shëru, edhe nuk t'ka full kur gjë për Ardianin. Jo, Pse? nuk e di. Ja po thu që jeni shok të mirë. Edhe ajo shëru edhe s'ka pyet kur gjë për Ardianin, a mos i ka hub kujtesa. Nuk e di, nuk i ka humbë kujtesa. Po shka keni full kur jeni pa mas pari? Për gjana tona personale, kështu që ty ato nuk të interesojnë. Ajo çka po m'intereson mu është se atë ka pyet diçka për Ardianin. Çka ka ndodhur me ta? A e ka vrarë dikush? A është gjallë? A mos po don mu hakmar? Ha? Nuk ka thonë që ka mu hakmar, Pse? sepse di që ka vdek. Kush i tregoi që ka vdek? Prej meje, Po ti thaj më herët që s'keni fol. Qysh tash e kuptoj? mas disa dite kemi fol. Qa keni fol? Nuk t'intereson. Atë pyti kush e ka vrarë? Nuk t'intereson. Mos ta për flamurin. Jo,
Mos të atin është ta që i ke vro. Nuk e kam vrarë në Ardianin. Dhe këtu përfundon kjo punë. Tash e tutje asnjë fjalë nuk e tham. Kjo dosje është e jotja, Flamar. Kom lexu. Edhe ti e din që akon të normal. Po, çka po më intereson mu është me bu pak muhabet, me bu pak laf. A për laf më vjen kjo? Po. Ko gja dosje, ha? Ko gja histori. Subotica. Qa i në puna e histori këtu, që ka të bëj me këto? Më intereson me ditë. Ko gja histori. Se ka bashkë gjithë kosh këtë histori. Për mos me thonë kërkosh. Më bëm përshtypje shumë vrasja e inspektorit policisë. Plagosja komandantit policisë. Sa më bëm përshtypje qysh më rive me ikë, më largu, të e di që mrapa e ke pas të njek një shtetë si Serbia, ha? Nga si keni në dosja, Qysh ja dole me ikë, Flamar? fat ndoshta. Fat. Ashtë. Kur u ktheve në Kosovë, erdhe të shtëpia, kjo qa për shumë këtë, erdhe të shtëpia e pa të dera o burrit një karrige me një peshkir të bardhë. Edhe aty e kuptove që motra jote Shqipja veç ka vdek. Atë kujtohet Shqipja shpesh. Vazhdimisht. Po ti nuk isha aty minimu, kur ajo kish nevoj mas shumë të për ty. Për vllaun e madh, ti ishe Subotic. Të shku në Gjermani për me kërku një jetë ma të mirë. A ke kjo jeta ma e mirë? S'ka që ka t'intereson. Po në shta dhe me paskon këto, s'kishe mujt minimu. Njëjtë që s'mujt e minimu vllautën jetë unit. Që u plagës për njëjtit njeri, Ardianit, Ardian Sylës. Kjo pi bjen që, harrova, ajo Shqipja edhe ka qenë shtatë zone, apo? I bjen që Ardiani ty gati 3 veta ti ka marrë, shtu pi bjen. E tash ti, Flamuri, djali i madh i shtëpisë, moshkull, pa mundësi me bo diçka, se të shku në Gjermani për një jetë ma të mirë. Tu e po që s'ke bo kur gjë, atëhere për me zonë trenin e fundit, ti ke këshyrë mu hakmarë. Ose kom vra Ardianin. Se kom pas atë fatën. Ti ke pas fat me ikë për i Serbisë, se ke pas atë fat. Se të zgjedhim fatin. Ama e njekim fatin. Ama jo gjithmonë e gjejmë. E ke gjetë edhe kësaj here. Edhe a di ku e besoj që ke gjetë. Nuk e di. Se e kom pa trupin. Kom pa trupin e ti. Edhe e kom ditë që nuk është vra për një dore të zakonshme kështë. Po për një dore që është e mushur me mlef. Kom ditë. Thojnë njeri që shjeton që ashtu edhe des. Qashtë është. E vërtet. Edhe unë e besoj këto. Tash na duhet me prit desa të vdes te që me kuptua qysh. Që ka me kuptu Etus? A ke vra Ardianin.
Pas kam i vra kur gjë me prit. Ama s'kam i vra me prit edhe gjatë. Në shkruaj të deklaratën. 30 minuta pauzë. Subotica. Le pa fjallë. A i ke për një me? Po, që të dosh me në shku? Përndit. E, Flamur, Nevoj për cigara, aki. që merë? A shkojmë pushim në shtëpi se jemi lodhë sot. Na kanë lodhë në pyetje. Se kom përfundu ala dëshmin, duhet me vazhdu. Qysh? Pauzë që gjysore më thanë. Se më ashtu mërë burë? Mu më thanë je i lirë me shku. S'po ditërim njën. Hej. A kanë diçka ata? S'po di. Ani? Pse me të majtë prapë më rejna mërë burë kur tjerë t'i kanë liru? Nuk po ditërim më thanë me nejtë hala, ta këshyrim tash, po jam i kujdesshëm, më zbaj gajle. Flamor. Po. A e marrëm në advokat? Avokat dukem më dyshim. Avokat marrin njerëz që jenë të fajsha, që ma mirë të vazhdojmë qështu. Flamor. A ka diçka këto për më shqetësu? Tash ki besim mu se jam i kujdesshëm, mos tani. Po shkoj me blejt cigare se nuk kam. Ало? Ме чуеш ли? Да, завършил съм тази пъс. Але слушайте, немojte случайно уедено да се шетате низ шум. Да, kod Albancima. Kod Albancima treba da širite riječ дека има нещо u šumu. Jeste. Това ќе биде прекрасно. Добро. Ей, слушай. Нашao sam stan za tvoju sestru. Окей. Uživaj. Окей, ajde, čekam te. Ćao. Ma në fund, menove që s'do me ardhë heq. Pse që shqinë me venusht? Nuk i di, nuk u bane ma i gjallë pi spitalit. S'ma përmenë ma spitalit.
Po më dogu që u ktheva për aty. Veç mos me kanë spitali s'm kishe njoh. Po. Shtaj vetë një sen i mirë që më ka ndodhur në spital është që që të kam njohur ty. Na herë edhe për fatkeqësisë ka fat. Do më anë, po ka fat që të kam njohur ty, apo? Sa nuk është ashtu. E jo se di. Kemi edhe më pa, për një me nuk e di. Gzim! Po i keq! Me të më pa. E kar. Qysh është vllau? Mirë. Maraj, ka njës me marrë vetëm, po ma mirë. Bje mirë. Mirë po do kësh edhe ti. Po menojnë rrethana tjera. Ja, e njëjtë jam. Po maraj, veni ka ndru, po prapi njëjtë. Edhe me disponim? Nese. Falë se. Ja nësë më pak heq, po maraj, qysh jeti? Mirë. Flamur. Ama s'kan zbulu në i sen ata. Ka i gjurëm të i kemi zhduk. Po e dim që krej gjurëm janë zhduk, se unë kam punu në drejtim, po... Edhe? Po ata mos kanë full në i sen. Qka e ta? Ta dy. Mos u ka rëshit në i sen. Kuja të ka rëshit? Në më burë. E ka hare po bëna? Harkoha me estrim. Shie më së ndej. A një po të pres, po? Jo, më së mbrit. Më së mbrit se si ti e sa majnë. Po me qa këthej është o burë? Po të pres? Kthejna unë e trim. Hajde. Hajde më së mbrit. A pive cigare, Flamën? Se këtu mrena s'pijet. Jedi. A da është avokat një me? Ta është edhe ma herët në fillim që nuk kam nevoj për avokat. Jo, vish tash që nështë kërë e ke kuptu që veç ti e ke me të intervistu, thash nështë tu ka paraqit nevoja për një avokat. Avokati duhet kur një është fajtor. Aja që një është mrena, edhe e që ka shijet jashtë dalojnë, Flamër. Ligji nuk gjykon ndjenja. Ndjenjat i gjykon ndërgjegja. A ligji gjykon vepra, e vepra shijet. Edhe faji shijet. Ja, nuk shijet faji. Se ti nështë ta mund është mos monin faj që e ke vra Ardianin. Ti nështë ta thue ka meritu vdekjen. A ajo që ka duhet më gjiku është vepra, se për shembull jashtë në botë ti e ke vra. Unë nuk e kom vra. Po shembull ke sa me ilustru ato të mbrëmshme të jashtme. A shembull. Po edhe jo hetus që ka njën t'i mrena në këtë rast, edhe jo që ka shijet jashtë, janë koqet ndryshme. Shembull, a? Jo ke s'ke shembull. Duhet me pranu diçka, Flamër. Karriken ku jeti ullë, kom pas dhe kom intervistu shumë njerëz. Profileve të ndryshme, intelektuale. Po si me ty muhabet, ti ose për një meje i pafajshëm, ose jetat ka mësu mirë me mshej fajnë. Batë erta, a u lot? Jo, fort. A jap deklaratën në polici? Pa i po i dham që ato deklarata e pade. Ku a Flamuri?
Flamurën e trimin i nalën edhe pak, neve nalë shumë më herët. E pse veç ata i nalën, na gjetën diçka? Nuk e dim djali janë, po presim se çka po bëhet. Arta tha që nuk ka diçka konkrete, na i prova në sen. Thjesht janë do procedura që do të minik. Po dyshojmë të na se mas e kem pas problem na me ta, po s'besoj që i vonojnë as ata, e lëshoj. Ku është gëzimi? Gëzimi mbas në qytet e qova. Pak punë, shtash ka e marrë. Çka po lypaj atje? Bac pak punë, qytet. Po edhe le djali është mirë, le del pak se gjithmonë mrena këtë ku i ka shkuar për spitale, mas jetonit le del djali pak. Haxhi, ti e din çu kena punën. Shko merr djalin e bire në shtëpi. Okej, bac. A je gjithë që shtu i heshtë, në? Tash po. Tash? E po bjanë që ma herët si e konë. Gzim, që ka ndohë? Shumë sana vera, shumë. Kështë koha zveni i dumë për me diskutu të. Gzim, po mënona me kuptu që garant janë dhemshme. E kalumja nuk bën me të ndikun të ardhmen. Nuk duhesh me ngullë pat vetën për diçka që s'mun është me këthy. Po, apo që është. Ka njëherë e kalumja po më ka për fytje dhe s'më le me dalë prej saj. Së të shumë po mënona. Mos më qyrë tash si gjuna, dhe s'jam gjuna, mirë jam. Veç po mënona me të kuptu, ku gjë ma shumë. Unë duhet me ecë, mu. Shkona? I kam të punë që duhet me krye dhe... Nga mirë që u pa. Gzim. A shihemi? Shihemi prap. Kush ka e qika? Spitale, unë njohë, që të kërën bike me najtë për jetë unë. Qike mirë po doke? Po. A ki diçka me do? Ja. Maj pa që e kanë po më thiri, dëllëm që jo. Pa që e kanë po thiri, ja. Nashti është koha me gëzubocin pak. Mas ta në këty në të razira, të loshe, pa në po me në nuse. Se veti me lau ku është Lohane që më thë me gjithë nuse. Gjinde të Lohane kësmet. Ku është flamuri? Flamuri, Krim. Flamuri nuk e lëshu një herë. Pse ty të kanë shu e flamurin jo? Nuk e di, bac. Ata po vazhdojnë me majtë mrejna halaj mu më tani e i lirë. O, ditë në esana, tha me esem pse? Jo, nuk e di. Veç petëm cigare zbashko dhe tha, ndod me hi mrejna, tha, me vazhdu, tha, se se kanë përfundu intervjistën me mu. Dhe unë e prita dhe unë isa. A i ka lëzu të artës? Po i lejmrova, tha, pe këshyri, tha, që ka ndodhë. Shtë kom mirë me a gjithë në avokatëve. Po të shysh mirë me majtë flamurin e vetame në alë shumë. I thash flamurit për avokat. Nuk pranoj, tha jo. Po, ka drejtën legjore me morë në avokat. Haxhi, i thash. Tha flamuri jo, nuk ka nevoj. Bas, mundet me folë në e fjollë, pa vedije që mund në përdor kundër tina. E di, Haxhi. Edhe flamuri e dim këta. Po të presum që ka pëthat arta.
Sti, së shë e mirë, kjo pëse ato janë dhe muajt ka shgatë. Babë të me bati që ka të njësë për avokatit, me gjetë në avokat, edhe së është mirë, e njëri nuk është mirë, ka ndru shumë e njëri. Jem ka tutna po përshet, po thot diçka që s'duhet. Gzim, Flamuri nuk është fëmijë, ai është burr. E kalon edhe këtë sfidë. Më tha që nuk lejohet duhoni. Qashtu është. Nuk lejohet. Po meta pak jashtë orarit punës. E u boka gjallon, edhe u kompliku pak puna. S'është e kompliku ma shumë e thjesht. E thjesht? Halasja kemi lidhë kryt kësaj punë, Flamur. Qysh po tash kam me ja lidhë? Një fjale jotja dhe gjithçka thjeshtësohet. Unë i thash ko që do fjali o veç një. Ama jo fjallën e duhur. E cilla koka e duhur. O ki qef me të tonë që e kom vra? Veç vërtetën. Unë nuk jam këtu me të bo pa drejtësi. Unë veç punën të mbe kry. Në vërtetën e kinë tavolinë. Kaj që ka fola deri ta shikit vërteta. A e kështë vra Ardionin. Gjithmonë. Çdo ditë. A më bëm fajtor kjo? Jo. Jo, kjo nuk bën fajtor. Amo kjo të bën fajtor. Kjo është gjithë në malë. Venin ku është vra Ardion. Kjo është e jotja. A ki me thonë diqka? O burro, unë sa nuk ti për to, 2-3 jarë ku po nuk kep me to, sa ma shumë s'di. Ka dalë, ka dalë. Krejt që ka dhe jone, një 2-3 jarë unë i të përmanë lakën, kur që nuk di më shumë.